e pa ta fillue kështu privat me njerëz që m'njohin edhe një të pi kafe me që në diaspor. Kështu ju këmë thonë shqiptarve të mi, tanë atje, po gaboni e po bleni kisha. Kam dëgju, se pe që i gishtin, kam dëgju se ka atje komunitete shqiptare në Perëndim që kam ble kisha për shkak se nuk po përdoren për t'i shndruar në xhami. Kjo është gabim makabër. Le që ata vetë gabojnë, edhe në raport me Zotin. Gabojnë edhe neve na dëmtojnë, edhe kombin shqiptare dëmtojnë, edhe Kosovën e dëmtojnë. Ke pa iniciativa të shqiptarëve jo tonë të iniciativa, diasporës? po ka realitete. Që blejnë prona të kishës për t'i prona, apo... Kisha po mbyllet në Britani, kisha po mbyllet në Zvicër, në Gjermani, janë në përdo vende perëndimore me ligje ndalohet shndrimi i një objekti fetar në tjetrin, apo shitja një kishe, sepse ai që e ka lënën trashëgimi kishën e ka shkru aty, nuk guxon me u përdor për diçka tjetër. Gjejnë do far ligje. Une, a ka, s'ka, let vërtetohet, por unë dua të them se shqiptarët tanë, diaspora jonë, nuk do të bojnë këtë gabim. Nëse e bojnë turqit, ata janë 330 milion. Nëse e bojnë arabët, janë 450 milion. Nëse e bojnë afganët ose pakistanezët, urdët janë afër 500 milion. Ne nuk kemi kaçik dhe nuk duhet të kemi ambicje që të blehen kishat në botën perëndimore dhe të shndrohen në xhamia. O vlla, përkundrazi ju kam thonë, në xhami me mikrofon dorë na përndaja, ne si shqiptar, përkundrazi, po pa të mundësi, dohet të ndihmojmë edhe materialisht, që nëse nuk po mujnë me umbajten ato kisha për shkak të financave, ne me ju ndihmu, qësh në kanë ndihmu neve Gjermanët e Zvicranët e Austriakët e Britanikët. Ne me javrujt atë thesar, se nëse 50% ose 60% e shoqnive perëndimore po largohen prej fejes, këto dua ta potencoj duke e nënvizuar për fundi, Arben. Nëse po largohen prej fejes si praktik fetare, ata nuk po largohen prej fejes edhe si kultur qytetrimore perëndimore. Krishterimi është shahdamari i qytetrimit perëndimor. Mos ja prek. Edhe 10% e asaj popullate, nëse i djeg zemra që ju shit kisha, për shkak se 90% nuk po shkojnë ato, shqiptarët nuk do të shkaktojnë këtë, mos ta vuajtje, po këtë dhimbje të qoftë edhe 1% i perëndimorëve. Si i till, o burr, si i till që i shoh këto gjana, edhe mundohem të kem kujdes ndaj interesave dhe fatit ton. Gjithashtu, them, sa për fuqi, sa për pare, sa për aftësi, arabët kanë shifra, e pasuni, e strategji, ja po shqiqon e Palestinën që 100 vjet vriten e bohen masakra mbi ta dhe nuk mujnë me bo shtetin e tyne. Ne, caktimi Allahut fillimisht, falenderime ati, hamd ati dhe më pastaj vetë mohimit ton popullor, ushtarve ton, ndihmës perëndimore amerikane, dhe ne e gëzojmë një shtet me cilën e gëzohen të gjithë.